Pas orës 16 inspektoratit të trashëgimisë kulturore i doli punë. Inspektorët dolën për të ndërprerë për të dytën herë punimet në sheshin Gjergj Bush në Prishtinë. Nga Instituti për Mbrojtje të Monumenteve dhe nga shkresa e qendrës arenale për trashëgimi kulturore jemi obliguar që prapë me ndërmarrë veprime dhe këtu bashkë me kolegët e mi inspektorët kemi lëshuar proces verbalin dhe kemi vendosur shanjë zyrtare ashtu qysh na përcjell dhe i ndal punimet deri në përgjigjen e institucioneve kompetente. Punimet kishin rinisur mëngjesin e së martës e krejt çka pati mundësi të bëhej ishte largimi i rrethojave. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama insiston se nuk ka bazë ligjore për ndalimin e punimeve as herën e parë. Ne kemi lejen edhe inspektorati nuk ka pas asnjë bazë ligjore për më na ndërpre, kështu që ne punët do t'i vazhdojmë edhe nuk do të lejojmë askush të na bllokojë proceset e transformimit të mirëfill të kryeqytetit. Megjithatë, i pari i kryeqytetit thotë se projekti do vazhdojë pavarësisht ndalesave. Do e thirrim policinë me Qumburg nëse provojmë na ndal. Punimet për këtë projekt prej 18.4 milion euro filluan më 10 mars, por u ndalën vetëm 2 ditë më vonë nga Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore. Për këtë, kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama dorëzoi kallëzim penal duke thënë se institucioni i bllokon të gjitha projektet transformuese.